Mirëmbrëma të nderuar shikues, do t'jemi së bashku në këtë edicion të lajmeve në televizionin e Prizrenit. Ju njohim fillimisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Vërshimet shkaktojnë delashe në Prizren dhe Raovec. U përkujtua në 4 vjetorin e ndarjes nga jeta veprimtari Riza Kadria nga Budakova. Përmbyllet me një mbrëmje madhështore edicioni i 3 i Selam Fest në Prizren. Këtë javë në Mekser do të ketë nektarina kilogrami 89 cent, lëngje frutash X 49 cent, ule pjekur 2,99 cent, miell vetoni 25 kg 7,49 cent, pofsh ule pasht 2 kg 5,69 cent, pije energjike XL 39 cent, detergjenti lëndët Perwall 1,99 cent. Mos harroni, edhe 3.000 artikuj në zbritje. Mekser, më shumë, më mirë, më lirë. Reshjet e dendura të shiut që përfshin paraditën e së hënës në Prizren kanë shkaktuar vërshime në disa pjesë të qytetit, duke krijuar vështirësi në qarkullim. Drejtori për emergjencë dhe siguri në komunën e Prizrenit Sata Rifi ka folur për gjendjen momentale në komunë pas vërshimeve të shkaktuara nga reshjet e fundit. Ai bëri të ditur se lagjet Arbana, Tusus dhe Kurila janë ndër zonat më të prekura nga vërshimet, ndërsa ekipët e emergjencës janë në terren dhe po intervenojnë për të dalë në ndihmë qytetarëve dhe për të menaxhuar situatën. Reshjet e denduar të shtu në përfshirjen e territorin e komunës së Prizrenit, shkaktuar lehtësimit në disa zona që janë momente në para ekipit drejtoria emergjencë dhe siguria në terren. Në terren me bashkëpunim me institucionale i dhe shërbimit kompetente janë monitorim situata. Në disa zona janë ka çdo vërshimit për ujit, e kanë bllokuar disa asaj shaktën, ekipa zjarr fikset edhe makineria e kompania për makineria këto në komunës Prizrenit dhe i zjarr fikset në terren të ndihmon qytetarë. Shkëngal ankesa dhe shpi banorët Arbanës, Tusus edhe me disa rrugica në Korrë. Zona e Arbanës on terren janë zjarr fikset. Ka me konstruuar ujë për disa shtëpive për banueshme. Edhe çeton shumë ujë në rrugat ai Tususit, çeton te Prockit. Proska për i Tusuzit vjen të kesh për banorët qëto lagjës, edhe disa rrugica janë Kurila, shka vjen të ujit për i bjeshkës për i ose vjen të poshtë të vjen qytetit. Ai theksoi se komuna e Prizrenit është gjithmonë pranë qytetarëve dhe e gatshme të ofrojë ndihmën e nevojshme në raste të tilla, si dhe falenderoi të gjithë bashkëpunëtorët dhe ekipët që janë angazhuar në terren për përballimin e situatës, i cili përcjelli një mesazh për qytetarët që të tregojnë kujdes dhe të bashkëpunojnë me ekipët emergjente. Na keni parandaluar me këtë shtëpi ka çuar zjarr fiksat në nxjerrë ujë për kodrume për disa shtëpia, edhe si ki nevojë makina trona çesin, bagjaga Podložara si ka nevoj, edhe qash keni ka shtrej momentin në presin inshallah e qenë kohë. Shtreh me njohje me timet e gjithja ekipa, edhe për këto qytetari falenderoj për qytetari për ndërkuptim, për bashkëpunim, për përgjegjësia e tendur. Drejtoria e emergjencës dhe siguria vazhdojnë monitorojmë të ne nga afër çdo linjë do ta mbajtë opinionin për informata dhe me njëherë rregullt edhe të transparent. Ndryshe vërshimet e shkaktuara nga reshjet e dendura kanë prekur disa zona të komunës së Prizrenit, ndërsa ekipët kompetente po vazhdojnë intervenimet në terren. Reshjet e mëdha të shiut kanë shkaktuar përmbytjeve në disa zona të komunës së Raovecit, duke krijuar vështirësi të konsiderueshme në qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e qytetarëve. Sasi të mëdha uji kanë mbuluar rrugë të shumta lokale, ndërkaq që në disa raste përmbytjet kanë dëpërtuar edhe në oborret e shtëpive dhe objekteve të tjera. Pamjet tregojnë situata të rënda ku disa automjete shihen duke kaluar me vështirësi në rrugët e mbuluara nga uji, ndërsa në disa segmente niveli i ujit është aq i lartë sa rrezikon të bllokojë plotësisht qarkullimin.
Ndërkaq që në fundjavë është përkujtuar veprimtari I çështjes kombëtare Riza Kadria nga fshati Budakovi I Suharekës. Mos të më kishë prun baba në herë për zgjalli këtu, unë nuk e kisha ditë ku është Budakova. Babë qoftë dhe uj. Në fundjavë është përkujtuar veprimtari I çështjes kombëtare Riza Kadria nga fshati Budakovi Suharekës. Familjar, miq, bashkëveprimtar e përfaqësues të institucioneve të ndryshme kanë përkujtuar në 4 vjetorin e shkuarjes në amshim veprimtarin e palovur të çështjes kombëtare Riza Kadriajn nga Budakova me homazhe në varrin e tij. Bashkëveprimtari Ramadan Gashi, ish ambasadori I vendit ton në Gambi, tha se Riza Kadriaj qëndroi I pathyeshëm gjatë veprimtarisë së tij për të kontribuar që Kosova të jetë e lirë. Unë kam emocione kur flas për Rizajn dhe bashkëveprimtarët tonë, për shkak se ne kemi kaluar një jetë të gjatë së bashku me Rizajn, duket për mi 40 vjet kemi kaluar së bashku dhe kemi bashkëvepruar për këtë ditë të sotit që njët që të flasim ne lirshëm. Rizaj më duket që ka qenë një shkëmb I shkëputur nga bjeshka e këtyre anëve për vitet të tëra dhe përsëri jashtë kthyer. Ne kur në vitet të 70-ta, kur kemi filluar aktivitetin ton, numëroheshim në kishta, por kishim bindjen që një ditë do të arrijm të kthehemi në vendin ton të lirë dhe të flasim shqip lirshëm. Dhe këtë edhe Rizaj jam I gëzuar që e ka arrit këtë ditë. Kryetari I Suharekës tha se Rizaj me breza të tërë nga diaspora dhe vendi janë prijetar të angazhimeve që sollën luftën e UQK-s, që rezultoi me çlirimin e Kosovës. Mos I shkon në Riza, edhe shumë Riza qerë, me filluar dikun mas luftës dytë botërore, ka shumë gjeneratat që kanë punuar, nuk shumë pas mundësi më ardhur të viti 1998 edhe të formimi I Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Mirë po, shumë gjenerata kanë dhënë një kontribut madh për marrë deri te lufta. Se lufta nuk dilet për në luftë, po lufta do në përgatitje. Ka pëlqy pasi që në atë kohë për ndjekja e shtetit serb, mas pari kish pas shku në Frizaj, e për Frizajt pastaj kish pas kalu në rrugën e mërgimit. Mirë po do ta kuptojmë që Mërgata me vite ka punuar. Ka punu për marrë deri te pavarësia e Republikës Kosovës. Kontributi I veprimtarit Kadriaj në shërbim të aspiratave të shqiptarëve të Kosovës është vlerësuar edhe nga bashkëvendas të tij dhe përfaqësues të institucioneve të tjera. E kam për obligim edhe si bashkëfshatar, si një njeri I afërt, po edhe nga ana e thirrjes shkollore që ne tani tuti nuk kërkohet rezistencë, nuk kërkohet as nga ana rezistencës frontale, luftaraku, por ne krejt çka kërkohet tani tutje për hir të brezave që do të vinë bas, që ti përkujtojmë ata cilë kanë punu, ata cilë kanë dhënë një kontribut, që sot ne si qytetarë të Republikës Kosovës të gëzojmë shtetin tonë që shumë gjenerata e kanë kalu dhe kanë shku matë mallin që ta shohin një Kosovë, një shtet që ato gjenerata e kanë pas atë breng, po për fat keq sunë e kanë bërë. E ne si gjenerat vlerësoj që jemi me fat, kështu që mbi këtë bazë ne duhet të jemi falenderus ndaj këtyre njerëzve që kanë kontribuar në çështjen kombëtare të shtetit të Kosovës. Sakrifica e tij, ideali I tij dhe shokëve të cilët ka bashkërrugtu Bacerisë ka qenë udhëfys për shumë breza të rinë të cilët ju kanë bashkuar spari Ushtrisë Lirimtare të Kosovës dhe kjo pjesë e ka dhënë kontributin më të madh për çështje kombëtare, sidomos në luftën e fundit të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës dhe sakrifica e Bacetrisë rrjedh si akt patriotik dhe megjithatë një prej idealista më të mëdha të kësaj pjese. Domethënë lufta e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës na solli lirinë dhe pa luftën e asaj ushtrie, e cila është më e lavdishme në botë, sot faktikisht ne nuk do të kishim marrë këtu të lirë, nuk do të ishim shkolluar të lirë.
Për sakrificën e jashtëzakonshme dhe kontributin e babait të tij, ka folur i biri i veprimtarit Kadriaj Iliri, i cili tregoi për shumë sfida që ka përjetuar edhe familja. Baba e ka pas një qëllim të veçantë sepse arrit jetim. E kanë vrarë babën kur i ka pas 6 vite. Unë e kam një pikë të përbashkët, unë edhe familjarët e mi me babën, na i në arrit jetim me babë gjallë, se njeri nuk është vetëm jetim kur i admysin babën, për njeri është jetim edhe kur baba vetë nuk ka kohë mi kushtu fëmijëve vetë. Baba neve, ta në të mirat në ka jep, kohën s'ka mujtë me jep për neve, se ka jep për që të tukë, mës të më kishë prunë baba në herë për së gjallë këtu, unë nuk e kësha ditë kërës më takova. Unë edhe njerë për falenderoj, babë qoftë edhe ujë. Ndryshe, këto ditë, vepra e atletarit të shquar, Riza Kadriaj, është përkujtuar edhe në Bruxelles të Belgjikës, vendi ku për 28 vite a i mbajti aktivitetin në ngritjen e çështjes kombëtare me bashkëpunëtor, në mesin e të cilëve ishte edhe veprimtari i dalluar Enver Hadri. Edicionin e vazhdojmë me një lajm tjetër. Mbrëm është përmbyllur suksesshëm edicioni i 3 festivalit Selam Fest, organizuar nga Këshilli i Bashkësisë Islame të Prizrenit. Me një program të pasur artistik, kulturor dhe fetar, të dielën mbrëmë është përmbyllur edicioni i 3 festivalit Selam Fest, i organizuar nga Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren. Në këtë ngjarje morën pjesë personalitete nga institucionet fetare e shtetërore si dhe mysafirë të shumt. Mbrëmja përmbyllëse u hap me fjalën përshëndetëse të kryetarit të Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren, Valon Ibrahimi, i cili uroi mirësardhje të pranishmëve dhe falenderoi të gjithë ata që kontribuan në organizimin e festivalit. Selam Fest është fest e vlerave, e kulturës, e besimit, e bashkimit, ku përmes artit, dijes dhe mesazheve të paqes, ndërtojmë ura mirë kuptimi mes vete dhe forcojmë lidhjet tona vllazërore. Prania e të gjithë juve të nderuar pjesëmarrës është inkurajim për të gjithë ne, në veçanti për të rinjët të cilët me përkushtimin më të madh punojnë për promovimin e vlerave fetare, kombëtare dhe njerëzore. Andaj më lejoni që në emër të Bashkësisë Islame këtu në Prizren, por gjithashtu edhe në emër të Bashkësisë Islame edhe më gjerë, të gjithë mbështetësve ju falenderojmë për pjesëmarrjen dhe gjithashtu ju urojmë mirëseardhje. Më pas, mjeftiu i Kosovës Naim Tërnava mbajti fjalën në rastit duke vlerësuar rëndësinë e organizimeve që promovojnë vlera shpirtërore, kulturore dhe edukative. Unë si mjefti i Republikës e një vetën mirë që sante jam në mesin tuaj. Dhe një herit të përkrahi këtë punë të cilën e ban Këshilli i Bashkësisë Islame këtu në Prizren, dhe sigurisht që edhe përkrahi që e keni dhanë ju, vëllezër e motra që jeni këtu. Sigurisht që Islami është një fe që na bashkon, është një fe e cila na thret në unitet, është një fe e cila na thret në mirëbesim, në mirëqenie dhe një jetë të përbashkët të gjithëve. Na thret në humanitet dhe në respekt të ndërsjellë. Ndaj dhe Prizreni është një qytet i cili nëse shikon në shikimin e parë, të jep edhe një bindje të tillë, të jep edhe një pamje të tillë. Nga se këtu sigurisht që janë gërshëtuar dhe në kaluar, gërshëtuar edhe tash kultura, civilizime të ndryshme të cilat bashkjetojnë artësi ka hije të qenurit njeri. Nga se Islami të gjithë ne e dimë se është një feje cila nuk ka asgjë të përbashkët me urrejtje, nuk ka asgjë të përbashkët me fyrje, me sharje. Feja Islami është feje humane, feje solidaritetit, feje bashkjetesës, feje respektit, feje e qulis përpara proceseve të cilat shkojnë në të mirë të njerëzimit. Të pranishmëve ju drejtua me një fjalë rasti dhe kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj, i cili përgëzoi organizatorët për realizimin e suksesshëm të festivalit dhe vlerësoi kontributin e tij në pasurimin e jetës kulturore dhe shpirtërore të qytetit. Kuj ma tepër i shkon një Selam Fest se sa Prizrenit. Qytet me vlera shumë dimensionale, qytet i kulturës, qytet i traditës, qytet i historisë, qytet i festivaleve,
edhe Selam Festi veç sa e komplementon, e plotëson këtë skenën të cilën ne me kujdes e kemi ndërtu. Një festivali që li promovon tolerancë, promovon paqë, promovon vlera, promovon art, promovon kulturë, edhe e begaton edhe aspektin shpirtëror, po edhe aspektin qytetar, jo vetëm për qytetarët e prezent, por për gjithë ata që janë prezencë këtu. Du mi falenderoj të gjithë ata që kanë dhënë kontribut për me organizu këtë festival, du me rikonfirmu përkrahjen tonë të plot kur do që të ketë nevojë, për çka do që të ketë nevojë, sepse kjo është një vlerë edhe Prizreni është vetëm shembull për vepra të mira, për punë të mira, për zhvillime të mira, edhe jam shumë i sigurt që në bashkëpunim me të gjitha aktorët e jetës publike në këtë mënyrë do të vazhdojmë. Në fund të mbrëmjes, edhe kryeimami i KPI-s në Prizren, Orhan Bislimaj, falenderoi organizatorët, performuesit dhe të pranishmit për pjesëmarrjen. Në këtë natë përmbyllëse mori pjesë gjithashtu edhe zëvendës ministre në detyre kulturës, rinisë dhe turizmit, Nora Arapi Krasniqi, si dhe shumë mysafirë të ftuar, përfaqësues institucionesh, klerik fetar dhe qytetar. Programi artistik u kurorëzua me performancën e këngëtarit të njohur, ilahistit Adem Ramadani dhe grupit të tij, duke krijuar një atmosferë të veçantë dhe emocionuese për pjesëmarrësit. Me këtë mbrëmje u përmbyll edicioni i tretë i Selam Fest 2026, një festival që edhe këtë vit mblodhi qindra pjesëmarrës dhe ofroi një program të larmishëm me përmbajtje fetare, kulturore dhe artistike, duke promovuar vlerat e besimit, kulturës dhe traditës. Ju përcjellim në vazhdim lajmet të tjera të ditës së sotme. Ministri i deleguar për Evropën i Francës, Benjamin Haddad, ka theksuar se avancimi i Kosovës në rrugën drejt integrimit evropian dhe antarësimit në organizata ndërkombëtare varet nga përmbushja e obligimeve ndërkombëtare, përfshirë zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe vazhdimin e reformave. Në konferencën e përbashkët për media me ministrin në detyrë të punëve të jashtme Glau Konjufca, Haddad u pyet nëse bllokada institucionale në Kosovë mund të ndikojë në procesin e integrimit evropian. Ai tha se Franca mbështet antarësimin e Kosovës në institucione ndërkombëtare për theksoi se ky proces është kërkues dhe bazohet në përmbushjen e angazhimeve të marra. Ne mbështesim integrimin e Kosovës në institucione ndërkombëtare. Kjo është pjesë e projektit tonë më të gjerë për bashkimin e Evropës. Ky proces është kërkues dhe bazohet në angazhime ndërkombëtare, ka deklaruar Haddad. Ministri në detyrë punëve të jashtme Glau Konjufca ka folur për takimet që kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka pasur me krerët e PDK-s dhe të LDK-s. Konjufca tha se pas takimit që Kurti e pati me kreun e PDK-s Petri Hamza, u pa që kjo parti qëndron më shumë në pozicionet që janë parë më moti, e sipas tij ato pozicione janë të vjetra. Kurse për takimin me LDK-n, Konjufca tha se përshtypja e tyre është që kësaj radhe ka vullnet më të madh për ta tejkaluar këtë moment në të cilin ndodhet Kosova. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka ritheksuar siç ka thënë qëndrimin e LDK-s se vendi ka nevojë për institucione funksionale, stabilitet politik dhe përgjegjësi shtetërore në shërbim të qytetarëve. Abdigjiku ka njoftuar se këto komente i ka bërë në takimin që të hënën e ka zhvilluar me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolf. Diskutuan për zhvillimet e fundit politike në vend dhe domosdoshmërinë e konstituimit sa më të shpejtë të institucioneve të Republikës së Kosovës. Ritheksova qëndrimin e LDK-s se vendi ka nevojë për institucione funksionale, stabilitet politik dhe përgjegjësi shtetërore në shërbim të qytetarëve, ka shkruar Abdigjiku në një postim në Facebook. Këtë javë në Mekser do të ketë nekarina kilogrami 89 cent, lëngje frutash X 49 cent, ule pjekur 2,99 cent, miell dhe toni 25 kg 7,49 cent, poft ule pasht 2 kg 5,69 cent, pije energjike XL 39 cent, detergjenti lëngët Perwoll 1,99 cent. Mos harroni, edhe 3.000 artikuj në zbritje. Mekser, më shumë, më mirë, më lirë. Vërshimet shkaktojnë delashe në Prizren dhe Raovec.
U përkujtua në 4 vjetorin e ndarjes nga jeta veprimtari Riza Kadria nga Budakova. Përmbyllet me një mbrëmje madhështore edicioni i 3 i Selam Fest në Prizren. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për sonte. Ju falenderojmë që na ndoqët bashkë në Ropafsh.